motra dhe vëllezër, se nuk e përmendi për emrash, motra dhe vëllezër, se jemi një familje. Aliansit e Shqiptarët. Kënaqësi e veçantë që sot prapë e rifillojmë një proces tash të kthimit të dignitetit të shqiptarëve. Ju e kemi parasysh, vitin e kaluar nisëm këtu në vitin 2024, thamë ne e sjellim ndryshimin. Ashtu ishte apo. Por, fatkeqësisht tash 11 muaj pas zgjedhjeve të 8 majit, ne nuk mund të kemi me krenari se e sonë ndryshimin. Ndryshimin të cilën e pritin shqiptarët fatkeqësisht ne nuk e kemi sjellë. Në që se shkoni në çdo institucion, prej një spitali, në dogan, në ndërmarrje publike, në çdo institucion, dhe në që se i pyet i shqiptarët e cilët janë të mësuar aty, a jeni sot më mirë, apo ishit më mirë para se të vine? Dhe konstatimi përbashkët të gjithëve, testoni, pyet i njerëzit, të gjithë fatkeqësisht karton, ma para ishte shumë më mirë se sa që jemi tanë. Çfarë duhet të bëjmë ne? Kishin dy opsione. Trim aty servilizohemi, kemi çdo gjë në rregull jemi, dhe si do të ishim zgjedhjen ne në zgjedhjet lokale. Çfarë do thonë qytetarëve se çfarë pune u krym aty, çfarë u ndihmon bizneset e shqiptarëve. Çfarë u ndihmon shqiptarët në institucione, sa njerëz punësorë, sa njerëz avancuar nga të institucione. Dhe unë çdoja jam komunikim me popullin, dhe çdoja me marrë sinjalin që na thonë ato. Na thoshin, nuk jemi mirë, nuk dukemi mirë, mos rini si servila aty, lëvizni. Unë për vetë isha ministër i shëndetësisë, dhe në të se ministër isha prej vetës, do ishte këtëria aty, knaqen në koltukun e ministrit, disa drejtori i kishin, por unë u zgjova të vetë. Fola me kryesin, gënje, 5-6, partit tjera nuk bajnë as vetë të kryesisë, thjesht që ka të veta vendosë. I analizuam gjitha vetanët, dhe vendosëm që kështu nuk shkon. Ma mirë t'i kthejmë qytetarit popullit, se sa trim servila në të vërë. E dini çfarë ishte marrëveshja e jonë me numëron në fillim të mandatit tonë? 4 pika kryesore. 1. Eurointegrimit. Ku jemi sot me eurointegrimit? Askund i sinjalet të cilët na vinë për raportin të cilën e përgatit Bashkimi Evropian, do të jetë shumë më keq se sa vitin e kaluar. 2. Decentralizim. Kemi një ligjë për vetëvendësie lokale. A dini si është ai ligj? Më keq se sa më parë, më shumë centralizohemi se sa decentralizohemi. Zhvillimi ekonomik. Ku jemi me zhvillimin ekonomik? 1 miliard për Ungarinë dhe 6 miliard për Britanisë së Madhe të shpërndajnë. A dini pse me këtyre 1 miliard euro që janë 250 milion janë ndarë kompanive shqiptare, për 200 kompanive në përgjithësim atë. Për 200 kompanive që janë ndarë, asnjë kompani shqiptare. A duhet të inveshtur? A duhet të kemi rregull jemi se unë jam ministër dhe kemi 450 drejtori? Jo. Ne, si politikanë, se unë përpyshe, jam profesor universitar. Unë kam hyrë politikë për ndihmu, për të sensibilizu, për të alarmu kur diçka nuk shkon mirë. Se edhe personalisht, shumë ma mirë vitë dhe kesh. Me njësa komuna, ose pësfera asgjë, por nuk balon me kaq. Unë e mendoj të bire me partisë. Unë e shoh pak më gjatë, ne e zbashkë, shohim pak më gjatë. Ku është partia jonë në nëntor të këtij viti? Ku do jetë partia jonë në vitin 2026? Ku do jetë partia jonë në vitin 2027? Ju siguroj, me plot përgjithësi se kalojmë një periudhë kur mundohem të krijojmë shumë plurë. E një si, farmoni si thote, koltukofat, fatkeqësisht kishin edhe në partinë tonë. Disa njerëz që s'mund t'i shkëpusi shprej koltuk, ku ka e mirë. E dini si është, kjo është zhurmë që bëhet për kriju percepcion se u përqa janës. Këto janë 15-20 funksionarë.
e kanë të funksionë. A kanë vizion atë njerëz, ku shkojnë, ku e kanë rrugën? Zdinas ato. Zdinas ato. Ky është projekt që ne e kemi ditë. Ky është projekt që është përgatitur prej atyre me cilët bashkëqeverisë. Po fatmirësisht mirë që u ndajtën, na ndodhi kaq që nuk na ndodhi shtator, se na ndodhi te kjo shtator. Nuk janë kumulativisht shumë votë. Nuk janë as 1.000 vota, krejt bashkë të veç. Po shumë zhurmaqime. Shumë blurë krejt. Edhe krejt për shtypje sikur djavë për qajnë, se jo, Alianca së është për qajnë, ka 2 komuna. I ka 3 deputet, është fakt po së mendoj, ky iku a iku. Ato që shite me vërë, unë uroj rrugë banë, se i shok disa më thonë, ne asnjë me bëdirim, ne nuk kemi vendim për me bëdirim, kemi për lista veçantë. Po, këto disa prej këtyre ishin ato që i banin kanalet të komunikimit, a i kemi parasysh. Këto që sot thonë, asnjë me bëdirim, këto i bashkë kanalet të komunikimit. Njëri bile unë se pandi, do më dhanë, mos u mërzit, mos u rengosni, pastionet tona eksistën, degët tona eksistën, degët tona eksistën. Janë individ zhurmaqi të cilët duan të kryejnë percepcionin dhe të kryejnë depresion të atërsia. As pak mos u mërzit. Në Alianca të Shqiptarët do të rikthehet futisht. Dhe rikthehet me ma shumë komuna dhe për 1 vjet deri 2 vjet Alianca të Shqiptarët do të jetë forca e parë politike me shqiptarët. Unë e di se njerë çdo herë i kam zgjedhur rrugët më të vështira të mundshme. Çdo herë, edhe vitin e kaluar, thoshin kështu ashtu, po ne vitin e kaluar ishim për ndryshim. Dhe mos ishim ne, s'do kishte ndryshim. Duhet jemi krenar se ne jemi ato që e thonë ndryshim. Tash e shohim se shqiptarët marginalizohen. Ne s'lasim për 20%, askush nuk përmendon. Askush. Për ligjin për decentralizim, askush nuk flet. Për pozitën e shqiptarëve në institucione, askush nuk flet. Ne sot jemi me qytetarët, me popullin, dhe rikthehemi fuqishëm në tetor, a me këto zhurmaqi dëshitemi edhe të dëgjohemi në tetor. E dini si? Jo t'i shpizojnë, do t'i përdorim, do t'i keq përdorim, janë jashtë shtëpisë vende, në shtëpi t'huj, çdo herë të jenë t'huaj, do t'i marrin rrogat edhe 3-4 muaj, edhe dikush mandej ju thotë jam të mirë. Hec, por nisem atë. Unë kam qenë shumë tolerant. Çdo herë s'kam vesh asnjë antar.